Rikthimi i Meryem Lumit, e vërteta, çfarë dim deri tani për të. Meryem Lumi u bë e njohur në Shqipëri si një prej grave që predikonte fenë islame nëpërmjet rrjeteve sociale, duke përdorur hijabin dhe duke ligjëruar për çështje të fesë. Sipas raportimeve, ajo ka lindur në Korçë dhe është rritur në qytetin e Durrësit, dhe që në moshë fare të re. Raportohet se rreth moshës 13 vjeç ka vendosur të konvertohet në islam nga ortodoksia dhe më pas të vijojë studimet fetare jashtë Shqipërisë, përfshirë në Damask. Kjo pozicionoi Meryemin në një rol mjaft veçantë në skenën fetare shqiptare, si gruaja teologe me prani online dhe me një profil relativisht publik. Por çfarë ndodhi që ndryshoi rrugëtimi i saj? Raportimet mediatike tregojnë se ka ndodhur një sër zhvillimesh që çua në tërheqjen e saj nga rrjetet sociale dhe më pas në një rikthim me ndryshime të dukshme. Ja disa nga pikat kryesore. Në vitin 2024, Meryem Lumi ka bërë deklarata që u konsideruan provokuese nga publiku. Një prej tyre ishte gruaja e laburin se ishte më pak i bukur se shokët e tij. Mëtej, ajo është përballur me reagimet forta publike, duke përfshirë se kishte përfituar financiarisht nga ndjekësit e saj. Për shembull, një raportim thoshte se kishte bler shtëpi me paratë e besimtarve. Në këtë presion, Meryem njoftoi largimin nga rrjetet sociale dhe aktiviteti i saj publik fetar, duke deklaruar se kishte menduar për një kohë për tu tërhequr. Këto zhvillime duket se përbëjnë një pikthese në jetën dhe karrierën e saj, nga profili publik i teologes aktive në rrjetet sociale, si në një pushim publik dhe në reflektim të brendshëm. Rikthimi i saj dhe transformimi i identitetit. Në nëntor 2025, raportime të ndryshme mediatike treguan se Meryem Lumi ka rikthyer praninë e saj në rrjetet sociale, por jo siç ishte më parë. Ja dhe detajet. Rikthimi i saj shënon heqjen e shamis, mbulesës islame dhe ndryshimin e emrit publik në Maria nga Maria. Ajo ka deklaruar se në këtë periudhë ka kaluar një krizë identiteti, ka ndjer zhgënjim, tradhti, poshtrim dhe pyetje të mëdha personale për besimin dhe rrugëtimin e saj. Artikujt e fundit treguan se ajo po kërkonte paqen me veten dhe ka dëshiruar të jetë më autentike në jetë, jashtë çdo dogme të imponuar apo prirje publike që kishte pasur më parë. Ky transformim ka krijuar një debat të ri publik, jo vetëm për atë çfarë ka thënë apo bërë dikur, por edhe për atë se çfarë po bëhet dhe si po prezantohet tani. Por çfarë mbetet e panjohur ose e paqartë, së fundmi ajo ka deklaruar dhe ka konfirmuar dhe është munduar të sqarojë me hollësi të gjitha akuzat për përfitim financiar. Këto mbeten në nivel të raportimeve. Ajo është publikuar nëpërmjet disa videove të shkurtra në rrjetin social Instagram, nëpërmjet një interviste të shkurtër ku shpjegon çdo ndryshim në rrugën e saj të jetës fetare dhe personale. Nuk është plotësisht e qartë se si do të jetë roli i saj publik mëtej, nëse do të rikthehet si ligjëruese, si influencuese apo një formë tjetër, por ajo që dihet është se ajo tashmë ka hequr shamin dhe njëkohësisht ka ndryshuar dhe emrin. Po pse kjo histori ka rëndësi? Rasti i Meryem Lumit paraqet një shembull të mirë të lëvizjes midis identitetit publik dhe atij privat, sidomos për persona që veprojnë në sferën e fesë dhe mediave sociale. Tregon tensionet që mund të lindin kur një figurë publike fetare përballet me presionin e rrjeteve sociale, reagimeve publike dhe standardeve morale të komunitetit. Përbën një rast studimi për ndryshimin personal, jo vetëm në besim, por edhe në vetë perceptimin dhe mënyrën se si dikush zgjedh të jetojë në publik.